Ore, besoshin e të pyesë, gjyshat e mia nuk besohet asnjëra. Domethënë kur thonë nga njerë muslimanët fanatikun të me vetë ti muslimanë, nëse na beson dhe gjyshja ime, domethënë duhet këtë qenë datëlindja 1900, diçka më përpara, gjyshat e mia. Nuk besonin, asnjëra prej tyre nuk. Domethënë, besonin në mënyrë të vagullt, kështu, po si kam parë një herë duke ose s'më kanë treguar se kur kam lindur unë ishin prish ai shejtani hoxha i kishte thënë rrusun me kisha me xhamia, po nuk më tregojnë ata që kanë qenë besimtare, që shkonin në xhami ose që çonin. Ti ke pasur besimtare? Jo, I kam pas psikopat, jo. Mira, status në fundit ku duani me bastonën. Jo, shumë besimtar. Pse e them këtë fakt, është për shembull që gjyshet, për shembull, marrim një krah nga ana e mamit, ajo kur thoshte për këtë buke, për këtë dhe, ajo ishte beja më e jashtëzakonshme që bote. Domethënë, kjo ishte beja e saj. Më kupton, për këtë buke, për këtë dhe. Pra, ishte tepër pagane. Si mund të them, rritet fetare tek gjyshet, po t'i marrim, t'i zbërthejmë pak, domethënë që e kam zbërthy shumë më vonë, fakt, sepse fëmijë skeqa ashtu, është nëse të bite buka në tokë, duhet ta merrsh ta puthshe, ta fryshe, ta hashe. S'kishte pikë problemi, unë kam ngel sot e kësaj dite, edhe në restorant ku mbien tokë, ka për fusën gojë, thonë ato për ke buksa dushe vlla. Ku ti unë kam ngel nga gjyshet e mia. Më kuptove. Dhe pra kam pas besim Zot natyrisht, por nuk e kam pa ndonjëherë të kuadratumat e besimit. Për shembull, pritëm na duhet me shku në kishë apo na duhet me shku në xhami. Ka qenë gjithmonë them që shumë pagane, ose për shembull kanë pas ato rregullat e pra çfarë mbajmë më nga gjyshet, mbajmë mend thash betimet që i kanë pas një lloj pothuajse, ishte për këtë bukë, për këtë tokë, ishte pjesa e bukës, për shkak që nuk duhet shkel, pjesë mund ta pushë dhe ishte okay, s'kish problem fare se ku bite. Shumë interesante edhe kjo, mos e le kafshatën e fundit. Njësoj. Imagjino nga veriu në jug pak ashtu. Mos e le kafshatën e fundit, nuk po më kujtohet në gjë tjetër. Po këto kanë qenë ja të them unë çfarë që më kujtohen. Fjalët e pisa njëherë nuk u diskutohen, nuk u fliteshin në shtëpi se po është fjalë fare. Domethënë edhe mua nga le të themi nga mosha 25-30 vjeçare kam filluar përmend fjalën mut. Fal për shprehjen sepse unë 18 vjeç. Po. Kur shkova ushtar. Po. Jo, historia ime është më radikale. Po, edhe unë si ndoshta 18 vjeç kur kam shkuar student. Por nuk ishte pjesë e leksikut tim që tash i përdoret 1 e 2 dhe përdoret kjo. Ishte tjetër Amarildo që për shembull ça themon ty. Kur I pret thonë të hidhin në banjo sepse të marrin tjerët t'i bëjnë magji, por në fakt ishte mos I prit natën, mos I prit natën. E tjera. Dhe pastaj që është këto që duhet të themi që kemi pasur fëmijë me trauma. Edhe diçka tjetër nga besimi ishte gjyshja nga nëna kur flinte e vetë një fjalë që I mbaj mend, thoshte bismillah, thoshte edhe ushtrite për me fjetë se ne flinim të dhoma e madhe. Mbaj mend që gjyshja nga nëna, aneja I thërishim, që I herën e fundit që kishte dashur të shkonte në xhami, të linte një shishe me vaj ulliri, ishte rrëzuar rrugës dhe ishte thyer. Dhe I kishte thënë vedhës, qa është haram, domethënë ças është kur s'është halal në shtëpi, kur I heq halali në shtëpi bëhet haram në xhami. Edhe s'kishte shkuar më, s'kishte çuar më gjë. Por pastaj ajo fëmijëria ku unë lexova statusin tënd, fëmijëria jon traumatike ka qenë prallat që na tregonin. Ti e ke pasur akoma dramatike me serb që u prishin kokën kurshin në përhu. Zash po thosha nga nandaja që quhet se pra unë kam arrit edhe maman e nandajes. Sërgjyshe. Ajo që quhet nandaja madhe, që I them aty. Nandaja madhe, në fakt është mamaja e gjyshes time, nga ana mamas.
Më kupton. Gjysha nga ana mamas shkote deri ke Gogoli dhe e bukur ishte për shkakun që po, mulubia i thoshte gjysha ime. Bravo. Ai hate vetëm këto çunat e këqij, domethënë fëmijët e këqij, po unë tash më ishe përmend emrin gjithë ditën. Kush ishte tjetër i keq? Unë isha, se asnjë tjetër. Fëmijë vetëm aty. Që dia që të më hate Gogoli, më mirë risha e shifsha kut vite se sa ashtu gjithë notën syni. Të bënim një lloj rezistencë. Po të paktën am të të thoshem fillom kafshop të bëna një gjë, bosh në negociat, në gjë me Gogoli. Thoshte jo thoshte ti flira ha thoshte se vetëm fëmijët e këqij i ha Gogoli. Kush e di shumë. Vetëm emrimësh, qyt mjes deri ndark. Mos se po kët pse e bone kët kështu që mund bi me mongrej. Edhe sonte që ka dalë. E njëjta gjë përjetoja unë në shtëpi Gjirokastrit, imagjino si gjë pa kërcitur, o do lëvizte macja, o do lëvizte miu, nuk e ashtu. Dhe mbasi mbaronin prallat me mulubia ishte kuçetra, në këtë rast që kishte zënë për të habitur, ato prallat e vëllezërve grim ne i kemi pasur në variantin e gjyshave tona, princi që shkonte shpëtonte vajzën e fshatit që e kishte marrë kuçetra. Asnjë këto prallas unë shkete nuk kom arrit me. S'ke arritur nga Jo, unë fillosha nga ty, thash sa më çote nga dora kjo, më merrte kjo mamaja e kësaj. Domethënë nëndaja madhe, fillote historitë me babain e vet se si kishte prej koka shkijesh, serps, dhe ngulte në për hujt. Nuk disha nga më rrutullu. Do me thënë këto dhe mijat nuk qëllë të dukeshin shumë soft. Po përqa thunë, ishte traume gjallë. Në një farë mënyrë, edhe unë kam ide që qytetarët janë popull pagan, si e marrin për shembull me të qeshur. Edhe shiko, me vëndu drejtë, në shoh që pjesa muslimane, se ortodoksët kanë filluar radikalizohen kohë e fundit, më thonë të me këtë jabullatosin kanë filluar. Ne kemi pas musliman më të bukur që ka bota, me sinceritet. Unë kam edhe i shkrim shumë interesant për to muslimanët. Sidomos, Shqipin rakie. E kanë halal, nuk e kanë nga rakie halalit, nuk e... Por... Se po bajanaku. Me thënë të drejtën, s'harrova jemi edhe në muaj Ramazani, me shiko sa besimtar të devotshëm jemi. Por kanë qenë edhe pjesa më tolerante edhe ortodoksë shqiptarë, me thënë drejtën, kanë qenë. Ore shiko, lexoja ditë Durhamin, edhe katolikët kanë qenë zot na ruaj, për shembull, midis dy sekteve franceskanëve dhe jezubitëve, franceskanët ishin më tolerantë se duhet të penetronin në zona të pushtuara nga otomanët e një tjetër. Mirë, po shqiptarët e kishin për ves dhe nuk qenë ka kështu ves i trashëguar nga turqit, po edhe 2 gra merrnin, edhe 3 gra po të kishin mundësi ekonomike t'i mbanin, më kupton? Po ne për ne shkoshim luftë, gjithë to gra kaq bukura që do të shkon luaj. Ai iket. Po pra, le dikin anglez. Bravo. Edhe thoshti që kur për shembull ja u binte ngushtë prifti, për shembull zona e Krasniqës, po a di zona çave, bëhemi musliman nëse s'na thot gjë hoxha. Edhe kthenin gjithë bëshin musliman. Po si histori janë histori të bukura kështu, edhe prandaj them që kjo dita e verës na bashkon gjithë. Unë kam pas maman, fakt shembulli shqiptarja më e bukur që kam njoft. Unë të shvjo se ka qenë mama e ime, femër tepër inteligjente, vërtet shumë inteligjente. Dhe tani ajo nuk lete fest fetare, çdo fest pa festu. Çdo fest pa unë duket se besimi i asaj ishte festa. Këtë përshtypje kam unë. Festën e syrimit, festën e pushtimit. Mund ka ngel fiksim që ajo më vdiq përpara se të mësonte për vitin e ri kinez, për një fest budizmit, në gjë që t'i bide shpjet i rahat fare, se ky është pishmëlliku që ajo ka tash nga nëllë që thot, po këto festa si mora vesh të tjera. Dhe pse thash tipike shqiptare, sepse vërtet shqiptarët
ju që kanë respektu fenën tjetërit, e festoshin bashkë me tjetërin, nuk lete ime më Krishtlindje, ku t'ju të qanë të me të hongër me të pime, ato pa të hongër i kaloshin. Me fest hashure, bote hashure, po i fuste edhe në i sultjash, për në njojnë që sa hatë hashure, për ishim... Atë hapë në kemi pastaj. Ajo hapë është të mërë. Jo, po të një jo. Doja të beja një herë, do li shpallu la vëndit të burë. Tani, po të shikosh, për shumë, pse jemi racë bukurna? Po të ashtu, shumë racë bukur dhe racë fortë, e di gjithë bota. Po më duke se kam gjithë sekretin. Të shi, do më fani se unë nuk jam specialist i fushës, po thjesht e kam mendu. Për shumë, gratona, bez mas bezi kanë pas gatu fli, dhe ëmbëlsi ishte halvë, të shi vdes burri nga këto të dyja, po t'i hash të dyja, po pate në i djabë, në i gjokë t'ju zë qa, blokoshe në gordë, edhe ngelqin më të mirët, do ngelqin më të fortë. Seleksionin naturor, e qartë. Kam përshtyjen se ushqimi jonë ka qenë ushqim për të selekcionu... Selektiv. Selektiv, bravo, për të tashu. Këpës është tramët kalamoj. Hashin në atë flin, i fuqin dhe i halë, te provoshin 8 në mjes. Okej, këto s'bëjnë të atje. Synë punë për Adrian Skartë. Ja, prandaj doli Sala i fort, më i forti, burnën e 80 vjeç, gam, gjezit dhe në dark, 25 vjeç si sekretar partije, 35 vjeç si kryetar demokracie, tregon që e ka kaluar provën e flisë dhe të hallvës. Po, kanë hongër kalamoqin ato e kuj kishte me kalamoq, e din ato trovajanët, fara mirë se për çfarë flas. Më kujtoi ishte e Misrit, a më kujtoi. Se e Barcelona e bukur, shkon hoxha edhe i thot po vdesi, thot doktorit, pse? Po kam grën hall, i thote, edhe kam këtu, thote, po merret fryma. Po mirë, i thot doktori, na pikët tresin. Po doktori thot, unë me pas vënd ku me fut tresin, kisha fut edhe i shukavë. Po mirë. Do më kur kam shku ke kjo kulinaria shqiptare. Po për shembull se kanë edhe Elbasanit kanë një kështu një me gjemi dhe verës, që është ajo buka e të mërshme, që hajt buk me buk, bëjnë si kulaç. Kam hongri i vogël, po mori papi dhe tha do hash një se që kishte jemën ajo. Bugace, buk me buk ishte ajo. Sa unë tha do të qoj ke i ven, se babi si puna ime, të pregatit shpirtëri se ku do më qote, po ishte shgënjim me i mos që unë ka morë nga i matë. Atë nuk ja falë, gjitha tjera ka qenë në regu. Unë prefë. Po, edhe u futëm në Elbasan, shkojnë mua Bugace, nuk e di se am qëlloj mua, nuk e di, për gjohë më të shpifur, unë nuk kisha hangër në herë, me sinceritet, nuk e di se pse merdi më vje keqë, në gjohë, se unë historinë më tragjike e kam pas me këtë, me flin. Jo, sincerisht. Qynë të arkë, unë blodhën ato gratë, ishin marka për mësurës, dhe tha, nese tha do bëjmë fli, mos ha shumë, bides, mos ha shumë as darkë, se nese do ham fli. O, tha mami, flia, tha, është, se e përkthejnë mami të me. Edhe unë për herët pare kam përvu në Bajram Suri, ma varu dhime. Kaluam aty, tha do ham fli, tha, nga i copë, dhe arritan Tiranë, nuk mëramë në mundja për Tiranë. Qohen gratë me mjes, se zgjata shumë qohen gratë me mjes tani dhe përfundimisht flia përfundoj në orën 3. Dhe unë nuk hongra asi gjotë të prit flinë, se ajo ishte shumë speciale, se e boshim dhe në Kosovë, si shta mani. Dhe si do mos flia nga zona, sa që ishim dhe gjitha të gratë mrekullueshme aty, njona një zjarë, njona fry, njona hapeta, njona piq. Përfundimisht, kur merrja pjesa flis, e ha unë këshu, s'kishte gjohë mrena. Thash, okej, më ka qëllu cepi. E fuz dhe i qap, e kthej këshu, e fuz dhe i qap, pra buk me buk ishte. E hapa si gjohë, qau buk. Edhe unë, kure një do nga këto nuk mra dherit mesën me në mëndja për një tjetër. Nga këto dyja... Po shiko, mos arrojit diçka.
kanë qenë ushqime që beheshin për njerëz që ecnin në për male, në për të ftohtë, në për jo, nuk janë si puna jonë që na rritet më herë kolesteroli. Jo, ça unë kam përshtypjen është pikërisht ajo prap I mbetemi des me gjithse këta studiusit që dalën për studio që gjejnë këto rronjët e shqipes duhet ta gjejnë dhe këto. Unë kam përshtypjen se është ushqim për të seleksionuar brezat. Brezat e fortë vazhdojnë kush reziston flis e meriton. Edhe një farë sepse tani kjo është në jug duket I thon petanik. Është pra e kanë pas njëjtën gjë këtu. Kush është burri dobët tak e zete buka. Po, të zë buka. Pse buka të Mustafare? Nesëm teatri. Teatri. Dhe një gjë sepse Dhe shikoj, dhe qysh se ka ik flia, më thoshte I shoku im prokuror, kishte njërin kishte vjedh pasqyrë makinë pranë burg. Edhe një ditë, 2 ditë, 3 ditë ishte minoren, s'u afronte njeri, I thotë ore ç'a. Po shikova ne jemi 10 kalamaj tha. Nuk kujtohet njeri për mua tha kur mungon në apel aty tha kush a jemi 10 a jemi 9 kushtrohet sofra tha s'ka po merri shkoni se e keni në fila në vend prindrit hajde këtu që të bien prindrit. Pra mungesa e flis bëri që të rriteshin edhe kalamaj të dobët domethënë. Sa ne tani për mendimin tim kur I kam shku pak më thellë dhe kjo është fundi përse për këtë ku kam shku pak më thellë dhe duke lexuar Anton Zakoçajupin për shkak që fliste që burrat rrishin ku vendojshin aty. Burrat në nehi flasin ku vendojnë. Gratë punojshin për këtë çat se ishin dhe burrat ai ftohte gjithë ata nga tupi aty poshtë temës, I thoshte a shkojmë nga shtëpia, I fishkollet e grus, po vin 6 njerëz, 6 herë fishkollet. Sa I kishte ra bret të gjithë. Thoshte na fli, na hall, na dhe I kabunia në gjo dhe hik vdis tani. Sepse ishte edhe një formë rebelimi se s'ka mundësi mos ketë asin gjyrë më në gjojë.